Së pari unë kam thirrë një mbledhje të kryesisë së kuvendit për të trajtuar shumë projekt ligje që ndërlidhen me marrëveshjet ndërkombëtare dhe jo vetëm. Pra në mbledhjen e kryesisë së kuvendit, për cilën janë njoftuar edhe mediat, do të kemi shumë tema të rëndësishme që ndërlidhen pra me interesat e qytetarëve dhe vetë Republikën e Kosovës. Mendoj që orientimi jonë duhet të jetë pra në dy drejtime. Së pari që t'i adresojmë të gjitha përgjegjësitë që kemi në raport me agjendën legislative, por edhe çështje tjera, dhe e dyta në drejtim të përpjekjes për arritje të konsensusit për ta zgjedhur presidentin apo presidenten e vendit. Në dyja drejtimet natyrisht që roli i kuvendit është shumë i rëndësishëm, prandaj edhe si kryetare e kuvendit po përpiqem maksimalisht që me i adresu përgjegjësitë që ne i kemi. Unë mendoj që kjo çështje i takon niveleve dhe grupeve parlamentare, diskutimeve që do të bëhen në këtë drejtim. Në anën tjetër, në ditën kur ne kemi pas përpjekje për ta zgjedhur presidentin e vendit, pra më 5 mars konkretisht, në qoftë se i rikthehemi asaj seance, unë kam thënë në fund që seanca do të vazhdoj kur të plotësohen kushtet për këtë. Pra unë nuk e kam mbyllur seancën, unë e kam ndërpritur atë, sepse natyrisht që ka dallim, edhe nëse bazohemi në gjykimet e mëparshme të gjykatës kushtetuese, prandaj seanca do të vazhdoj në momentin që do të krijohen kushtet, deri atëherë nevojiten diskutime serioze. Pra, jo në aspektet të tilla procedurale, por diskutime serioze, nëse duam apo nuk duam për një mend ta zgjedhim presidentin. Për faktin se është rëndësishme që ajo që thuhet në takime të mbyllura të jetë qëndrim real dhe jo vetëm diskutim sa për të thënë. Prandaj në këtë drejtim unë tras të gjitha subjektet politike që të bëjnë përpjekje maksimale. Kryetari i vetëvendosjes, kryeministri Kurti, ka kërkuar takime me subjektet, ju e dini sepse kjo është bërë publike, natyrisht që kërkesat për takime do të vazhdojnë, por në anën tjetër nevojitet edhe vullneti i palës tjetër. Grupi parlamentar i vetëvendosjes më së shumti ka 66 vota, por kjo është e pamjaftueshme për ta zgjedhur presidentin e vendit, sepse nevojiten 80 vota në kuti, të paktën në 2 raunde. Në këtë pikë mendoj që është shumë e rëndësishme kontributi i gjitha palëve, por kontributi të jetë serioz, sepse mendoj që pajtohemi që vendi nuk ka nevojë për zgjedhje të reja, sepse zgjedhjet sapo i kemi përfunduar, qytetarët kanë folur, kanë dhënë mesazhin e tyre, prandaj kemi shumë punë për të bërë. Faleminderit.